Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë krijuesit të gjithësisë, Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu. Atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Falënderimet e përzemërta i drejtojmë Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu, që neve na bëri që të jemi pjesëtar të ummet të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj salatet dhe selamet qofshin mbi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi të gjithë besimtarët që ndoqen e ndjekin të ndjekin rrugën e Muhamedit alayhi salatu wasalam deri në ditën kur dalim përpara Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu. Pastaj më lejoni që ju përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mirësia, begatit e Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu qofshin mbi ju dhe mbi familjet e juaja. E pastaj e shfrytëzoj rastin që t'ju them për hajna qoftë muaji i shejtë Ramazanit, ki muaj i bereqetit, muaj i begatis, muaj ku besimtarët i drejtohen Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu me të vetmin qëllim që ta pastrojnë trupat e tyre nga mëkatet dhe nga lëshimet që i bëjmë gjatë jetës së përditshme. Andaj të nderuar vëllezër dhe motra, Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu në jetën tonë të përditshme ka dërguar pejgamber, siç ishte pejgamber përpara Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, që qëllimin e kishin të udhëzonin njerëzit në rrugën e vërtetë, në rrugën e Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu. Dhe ato na drejtoheshin neve me porosi të ndryshme, me të vetmin qëllim që ne të reflektojmë në jetën e përditshme, që të bëhemi më të mirë, që të afrohemi më afër krijuesit ton. Andaj në këtë ditë, në këtë mesazh që do t'ua dërgojmë juve, është porosia e pejgamberit Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu, porosia e Yahjes alayhi salatu wasalam. Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu në Kur'an na tregon, na drejtohet neve se të gjithë popujt kam dërguar pejgamber. E një prej atyre pejgamberëve ishte Yahya alayhi salatu wasalam. E një ditë prej ditëve ky pejgamber, ky dërguari Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu, e mbledh popullin e tij në xhami dhe u drejtohet me këto 5 porosi madhështore. E ato na i tregon neve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku thot se pejgamberi jon Yahya alayhi salatu wasalam i tha popullit të tij: o populli im, Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu ju porosit juve që të adhuroni Allahun xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu dhe mos i bëni shok atij. Kjo ishte porosia e parë, mirë po nuk ngel me kaq dhe vazhdon Yahya alayhi salatu wasalam dhe na tregon neve me një shembull shumë konkret dhe shumë të thjeshtë, duke na thënë neve se ai person i cili i bën shok Allahut dhe nuk adhuron Allahun xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu është sikurse shembulli një personi që punëdhënësi e merr dhe ja tregon atij dhe i thot: kjo është shtëpia ime dhe kjo është toka ime dhe të cilën ti duhet të punosh. Dhe në këtë moment, pasi që e merr shpërblimin ky person, nuk punon në tokën e punëdhënësit, mirë po shkon dhe shpërblimin ja jep dikujt tjetër. Andaj Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu na jep neve këtë porosi duke na thënë se ai person i cili jeton në jetën e kësaj dunjas, mirë po nuk e adhuron Allahun xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu, që e shfrytëzon ajrin e Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu, që i shfrytëzon këto momente që Allahu na ka dhënë dhe këto mirësi që na jep, mirë po përkundër asaj nuk i mjafton kjo dhe beson dikë tjetër përveç Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu. Andaj Yahya alayhi salatu wasalam na bën të ditur neve se personi më i humbur në jetën e kësaj dunjaje është ai person i cili përveç Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu e adhuron dikën tjetër përveç tij. Andaj ai person i cili adhuron dikën tjetër përveç Allahut, veprat e tij janë të shumëzuara me zero dhe çdo gjë që e bën në jetën e kësaj dunjaje nuk ka dobi, mirë po kundërta asaj është që është në humbje në këtë jetë dhe në botën tjetër. Pastaj vazhdon Yahya alayhi salatu wasalam dhe na tregon neve me porosinë e dytë që u dha Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu dhe në të njëjtën kohë porosia edhe për ne është kjo që Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu tha: dhe faleni namazin. Dhe faleni namazin, sepse namazi është dallimi jon që na bën Allahu të dalluar prej robërve të tij të sinqert dhe prej atyre që nuk e adhurojnë Allahun xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu, ashtu sikur don Allahu xhalla shanuhu. Thot Yahya alayhi salatu wasalam se namazi është zemra e besimtarit, namazi është shpirti i besimtarit, namazi është qesin e të cilën Allahu xhalla shanuhu dëshiron prej nesh. Andaj në shumë ajete kuranore Allahu na bën të ditur neve se besimtarët të vërtetë ja Allahu janë ata të cilët i përkushtojnë vëmendjen
namazit e tyre. Dhe vazhdon Jahja alayhi salam dhe na tregon neve, duke thënë se personi jo vetëm që duhet të falet, mirë po në moment që i drejtohet Allahut me namazin e tij, ai duhet që ta ketë namazin e tij të përkushtuar drejt Allahut xhelleshanu wa xhella xhelalu. Ky përkushtim që na tregon neve me shembull thotë, dhe kur ti drejtoheni Allahut, mos e ktheni kokën tuaj anash, djajthas apo majtas. Mirë po besoni Allahun xhelleshanu wa xhella xhelalu dhe të njëjtën kohë falni namazin siç duhet, duke na i dhënë kujdes neve që çdo send që e bëjmë në jetën e kësaj dynjaje ta kemi për kujdesin në maksimal që drejtim që ja bëjmë veprat tona drejt Allahu xhelleshanu wa xhella xhelalu. Vazhdon porosia e tretë e Jahjes alayhi salam. Çfarë thot Jahja alayhi salam? Na drejtohet neve dhe na thot: o besimtar, agjironi muajin e shenjtë të Ramazanit. O besimtar, agjironi Ramazanin, sepse Ramazani është mburojë e besimtarit. Dhe na e sjell shembullin, një shembull shumë të bukur dhe konkret, që është ai se thot shembulli i besimtarit që agjiron Ramazan është sikurse një person që në dorën e tij ka një enë të mbushur me misk apo me aromë, me parfum të mirë, dhe çdo kush që afrohet atij ka dëshirën e tij të madhe që të përjeton dhe të shijon këtë parfum të mirë. Dhe thot është aroma e agjerusit tek Allahu dhe nga goja që del nga goja e besimtarit është më e mirë se sa ky misk dhe ky parfum që çdo kush dëshiron ta provon. Vazhdon Jahja alayhi salam dhe na tregon porosinë e katërt, e kjo porosi është shumë e madhe për besimtarit. Çfarë është ajo që thot o besimtar, jepni sadaka. O besimtar, bëhuni dorë lirë dhe mos u bëni dorë shtrënguar. Mos jeni prej atyre që ngurojnë që të japin diçka prej pasurisë së tyre për hir të Allahu xhelleshanu wa xhella xhelalu. Betohet në një rast pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe na thot se s'ka mundësi që të humb ai person i cili jep sadaka për hir të Allahu xhelleshanu wa xhella xhelalu. Në një hadith tjetër na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe na thot neve si besimtar: o besimtar, sadakaja për ju është ajo që e mbron besimtarit dhe ja shlyen mëkatet. Sadakaja është që i largon mëkatet prej besimtarit, ashtu sikurse uji e shimp zjarrin, uji e fikën zjarrin. Andaj pastaj vazhdon Jahja alayhi salam dhe na tregon neve edhe porosinë e pestë të tij që është: o besimtar, bëni dhe vazhdimisht nga gjuha juaj të jetë përmendje Allahu xhelleshanu wa xhella xhelalu. Allahu xhelleshanu wa xhella xhelalu robërit e tij të sinqert i tregon dhe i dallon nga sa bëjmë ne dhikr për Allahun xhelleshanu wa xhella xhelalu. Andaj me një jetë kuranor Allahu na drekon ne dhe na drejton duke na thënë se personi i cili e përmend Allahun dhe ai që nuk e përmend Allahun është sikurse i vdekuri me të gjallin. Andaj këto pesë porosi që na i dha Jahja alayhi salam, këto pesë porosi madhështore që na drejton neve në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit, sikurse mblidhen të gjitha këto me një moment. Në këtë moment ne e besojmë Allahun xhelleshanu wa xhella xhelalu. Në muajin e shenjtë të Ramazanit ne e bëjmë namaz Allahu xhelleshanu. Në muajin e shenjtë të Ramazanit ne i drejtohemi Allahut me agjërimin ton. Në muajin e shenjtë të Ramazanit ne i drejtohemi Allahu xhelleshanu me sadaka. Në muajin e shenjtë të Ramazanit ne i drejtohemi Allahu xhelleshanu wa xhella xhelalu me istighfar duke bërë dhikr vazhdimisht. Andaj të nderuar, ju përgozoj siç përgozoi Jahja alayhi salam dhe përgozoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lum ju o besimtar që adhuroni Allahun dhe në këtë muaj e keni mundësinë e art që këto pesë këshilla të Jahjes, këto pesë porosi t'i zbatojmë në detajisht duke arritur kënaqësinë Allahu xhelleshanu wa xhella xhelalu. Andaj për në fund elusim Allahun xhelleshanu wa xhella xhelalu që të na bën neve shembuj në jetën e përditshme tonë. Elusim Allahun xhelleshanu wa xhella xhelalu që të na bën dhe të na dallon sikurse u dalluan këto pejgamber të Allahu xhelleshanu wa xhella xhelalu. Elusim Allahun në këtë ditë të muajit të shenjtë të Ramazanit që agjërimin ton ta pranon, familjet tona t'i mbron, që të kemi një agjërim të lehtë dhe të pranuar tek Allahu xhelleshanu wa xhella xhelalu. Dhe për në fund e falenderojmë televizionin TV Globi në krye me muftininë e Bashkisë Fetare Islame të Gostivarit për organizimin e këtyre video incizimeve dhe për në fund ju themi assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, begatit e Allahut qofshin mbi ju dhe familjet e juaja.